3 vare të vogla, një kombi i madh në gjumë. Kush po i mbron fëmijët? Shqipëria po zbrazet nga fëmijët e saj. Jo nga emigrimi, por nga krimi, nga thika, nga bashkëmoshatarët e tyre, nga një shoqëri që ka rënë në koma morale, dhe nga institucione që janë bërë hijet më qesharake të vetvetes. 3 djem, 3 fëmijë, 3 jetë të shkurtra në mënyrën më barbare. Martin Çani, vetëm 14 vjeç, u vra në Tiranë. Dhe një vit më pas, drejtësia endet korridoreve të prokurorisë si një fantazm pa shtyllë kurrizore. Dosje që shtyhen, gjyqe që zvariten, dhe një sistem që nuk ka turp nga asgjë. Erald Gjejo i vra në Maliq, dhe vrasësi i tij bredhi lir, i qeshur, i paprekur, si një shuplak për çdo nën shqiptare që rrit një djalë. Erion Boba, i cili ndëroi jetë në spital në Durrës vetëm para 2 ditësh. Një fëmijë tjetër që nuk do të kthehet më kurrë në shtëpi. 3 fëmijë të vrarë, 3 drama kombëtare. 0 reagim nga shteti, 0 reagim nga shoqëria, 0 reagim nga ata që bërtasin për familjen, moralin dhe vlerat e krishtera, sa herë u leverdis në kamera. Ku është pastori Akil Pano? Ku është zëri që pretendon se do të mbroj familjen dhe fëmijët? Ku është moralisti publik që ngre gishtin ndaj çdo teme tjetër për shturjen e shoqërisë? Se nuk del të flas për jetët e këtyre 3 fëmijëve të vrarë? Apo mbrojtja e fëmijëve vlen vetëm kur sjell klikime? Ku janë prindërit shqiptar? A ka gjak ky popull? A ka ndjenje përgjegjësie? A e kupton ky vend se fëmijët e tij po vriten nga fëmijë të tjerë? Në çdo vend normal, një krim ndaj një fëmije ndez alarmin kombëtar. Në Shqipëri, ndez vetëm një status në Facebook, 3 komente dhe mbyllet me kaq. Parisi u dogji për çmimet e karburantit. Shqipëria nuk lëviz as qerpikun kur i vrasin fëmijët. Cila shoqëri e shëndosh e toleron këtë? Cila nën fle e qet? Cili baba pranon të mos dalë në shesh? Cili qytetar ka ende fytyrë të flas për patriotizëm, Europë e vlera kombëtare? Kujt i duhet një flamur kur nuk ke më fëmijë? Ku është SPAK? A i takon SPAK-ut të mbroj fëmijët? Jo, por i takon SPAK-ut të krijoj frikë në këtë vend, të krijoj shembuj, të pastroj institucione që nuk guxojnë të prekin kriminal të mitur, sepse janë të lidhur me bandat e qyteteve. Ku është SPAK? Prapa dosjeve VAP. Ku është prokuroria? Në rastin e Martin Çanit, prokuroria na tregon fytyrën e saj të vërtet. Burokraci që e ka humbur shpirtin, vullnetin dhe nderin. Një vit hetime për një vrasje të qartë. Turp shtetëror. Në rastin e Erald Gjejos, prokuroria bëhet qesharake. Liron vrasin. Në çdo vend normal, ky do të ishte skandal i nivelit kombëtar. Në Shqipëri, asgjë. Një lajm 24 orësh. Dhe heshtje. Ku është gjykata? Gjykatat shqiptare janë kthyer në makineri që prodhojnë vonesa, jo drejtësi. Zvarritja e çështjes së Martin Çanit është akt kriminal në vetvete. Vrasja e një fëmije nuk duhet të pres aktualizim, seancë, rigjim, pushim, shtyrje tjetër. Duhet të marrë drejtësi të menjëhershme. Ku është parlamenti? Me çfarë merret Shqipëria në parlament? Me sharje, me teatr, me show, me komisione që si ndihmojnë asnjë njeri, asnjë ligj për sigurinë e fëmijëve, asnjë reformë për shkollat, asnjë urgjencë për krimin në moshë të mitur. Parlamenti i një vendi normal do të kishte shpallur gjendje alarmi. Parlamenti i Shqipërisë shpall pushime. Faji më i madh, shoqëria shqiptare. Ky është realiteti i hidhur. Shqiptarët janë bërë spektator të vrasjes së fëmijëve të tyre. Popull që më shumë do rehatin se drejtësinë. Popull që sheh krimin dhe ul kokën. Në një vend ku të rriturit tremben të flasin. Fëmijët po vriten. Fëmijët po i marrin nga duart prindërve. Dhe askush nuk çon zërin. Ky vend nuk është më i sigurt për fëmijët e vet. Dhe kjo është akti më i rënd i dështimit kombëtar. Nëse sot nuk ka protesta, nuk ka revolta, nuk ka marshime, atëherë Shqipëria ka humbur jo vetëm drejtësinë, por edhe shpresën. Sepse një vend që nuk mbron fëmijët e vet, nuk ka të ardhme, nuk ka komb, nuk ka shpirt,